Ansambli Skënderbeu nga Korça me rastin e shënimit të 51 vjetorit të krijimit ka dhënë një koncert në qytetin e Gostivarit. Koncerti solli për publiku një repertor të zgjeruar të këngëve e vallëve popullore karakteristik të krahinës korçare, duke sjellë një frym të gjallë nga tradita jon kombëtare. Rrugëtimi i gjatë artistik i këtij ansambli ka nisur në vitin 1974, ndërsa mbetet një emblem që ruan traditën folklorike, koreografike dhe instrumentale të Korçës, gjë që u dëshmua edhe një herë para publikut gostivaras. Salla u mbush me duartrokitje dhe emocione teksa artistët nga Korça sollo në skenë vallën çame. Josif Minga, drejtues artistik i ansamblit Skënderbeu, ka shprehur dëshirën e rikthimit të ansamblit Besa nga Gostivari, për të cilin për herë të parë kishte dëgjuar në vitin 1981. Ishte rasti shumë i mirë që të rikujtojmë dhe njërë Besën në Gostivari, me dëshirën që të na rikthehet jo vetëm përsëri, po edhe shpirtërisht, sepse kemi nevojë për të. Në këtë rast, ftoj doktor Valbon Nimani, kryetarin e komunës, që të shkëmbejmë pak a shumë disa momente me nënkryetarin e qarkut, zonjën Mimoza Shuli. Në një shenjë mirënjohje për të dy këto qytete të rëndësishme dhe për më tepër që të bashkëbisedojmë dhe më shumë dhe artistikisht. Kjo ishte edhe mirëkuptimi me doktorin, sepse që në momentin e parë që ardhëm gjetëm një ngrohtësi të veçantë, nuk e them spektakulare ose që për publicitet, e gjeta të veçantë dhe pata një respekt të madh. Ansambli shoqërohej edhe nga nënkryetaria e qarkut të Korçës, Mimoza Shuli, e cila i dhuroi kryetarit të komunës së Gostivarit, Valbon Nimani, simbolin e kostumit kombëtar dhe të traditës të qarkut të Korçës, si simbol nderimi dhe miqësie kulturore, punuar nga artizanet e këtij qyteti. Në emër të Këshillit të Qarkut,
Ju falenderoj për mikpritjen, ne dhuruam emocionet bukura me kostumet, me folklorin, me traditën tonë kombëtare, ju na dhuruat mikpritjen, që është një gjë shumë e madhe, atje ku rre zemra e shqiptarit, atje kultivohet thellësisht dhe tradita, kultura e një kombi. Herës tjetër ne shpresojmë, siç e tha profesori, që koncerte të tilla mos të ngelen që nga viti 81, por ai koncerti Besa të vi dhe t'jepet në qarkun e Korçës. Ne ju mikpresim herës tjetër që koncerte të tilla të zhvillohen në Korçën tonë të bukur, pse jo, ashtu si dhe ju në gostivarin tuaj të bukur që ne ishim sot miq dhe të ftuar. Faleminderit. Nga ana tjetër, kryetari Limani e falenderoi delegacionin për pjesëmarrje dhe i dhuroi një mirënjohje në shenjë respekti dhe bashkëpunimi të ndërsjell. Ai u premtoi mysafirëve se do të ringjall ansamblin Besa në Gostivar dhe në një të ardhme të afërt do ta vizitojnë Korçën. Në takimin e parë me profesorin ishte diku në muajin mars, kur ne planifikuam ta mbajmë këtë koncert këtu në Gostivar. Por ja që fati e deshti patëm një fatkeqësi në shtetin tonë dhe me këtë anuluam, mirë po vullneti i madh për të cilën që nga momenti i parë kur e pash profesorin Mingo, sikur me qenë një djalë 20 vjeçar me aq entuziazëm dhe me aq shumë publicitet dhe me aq vullnet, gjë e cila për fat keq na mungon kohëve të fundit. Unë me shumë kënaqësi pranova që Gostivari tjetë një koqir, në fakt Gostivar ta nuk janë misafir, sepse shtëpia jonë është edhe shtëpia juaj, dhe nëpërmjet artit, në këtë rast nëpërmjet muzikës dhe këtyre valleve, ne me qenë se jemi shpirtërisht lidhur me vëllezërit dhe motrat tona në Shqipëri, tani ja edhe fizikisht kishim jo vetëm nderin dhe kënaqësinë që ju kemi, që dëgjojmë këtu, por mbi gjitha për mu, po besoj edhe për të gjithë të pranishmit, ishte një privilegj që kemi këtu sonte në Gostivar dhe të kënaqemi me tingujt tuaj. Dua në emrin tim personal, nga zemra dhe në emrin e gjithë gostivarasve, që falenderoj te mase për këtë spektakël sonte, edhe besoj që për rastet të tilla do të kemi edhe në të ardhmen dhe shpresoj gjithashtu ashtu siç e biseduam, une e inicioj të ringjallin Besën këtu në Gostivar dhe besoj se do t'ja arrijm dhe në një të ardhme besoj të afërt do t'ju vizitojmë edhe ne në Korçë. Ju falenderoj edhe një herë. Koncerti u pasurua dhe me paraqitjen e këngëve të vjetra qytetare të ansamblit Besa nga Gostivari, sikurse Bien tri dairet, Dola të Përcolla dhe Një lule në Gostivar, që riktheu në zemrat e publikut kujtimet e një kohe të artë. Koncerti erdhi në organizim të komunës së Gostivarit dhe qendrës për kulturë në Gostivar.